Shumë persona rrezikojnë të humbin shikimin pa e kuptuar dhe kjo për shkak të disa sëmundjeve që veprojnë në heshtje. Ndërto janë edhe shtypja e lartë në sy dhe diabeti. Këto sëmundje pacientët i zbulojnë shumë vonë, shpesh kur nuk ka gjasa të shpëtohet shikimi, thon oftalmologët. Ndërsa teknologjia për diagnostifikim të sëmundjeve të syrit ekziston, mungesa e ndërgjegjësimit dhe kontrollit të rregullt i le pacientët të pambrojtur ndaj verbërisë së plotë. Këto sëmundje kronike njihen ndryshe si verbëria e fshehtë, sepse përparojnë në heshtje dhe pacientët nuk ndjejnë asnjë simptom deri në stadet e avancuara. Shumica e zbulojnë rastësisht gjatë një vizite okulistike për arsye krejt të tjera. Kryesorja që njihet si sëmundje e fshehtë e dëmtimit ose e humbjes së shikimit është glaukoma ose shtypja e lartë në sy. Sepse kjo sëmundje fatkeqësisht nuk jep asnjë farë lloji simptome deri në një moshë të them mbi 50-55 vjeçare, kur rastësisht pacientët mund të vinë tek neve dhe t'i zbulojmë, ndoshta ato vinë për ndonjë problem tjetër të syve, por mund të zbulohet glaukoma. Këtu theks të veçantë do t'ju kushtoj familjeve të cilët në familjen e tyre kanë patur anëtar që në moshë pak më të madhe kanë humbur shikimin. Dhe gjithmonë kur i pyesin pacientët në anamnezë, ata gjithmonë tregojnë gjyshi ose gjyshja në një moshë 70-80 vjeçare ka humbur plotësisht shikimin. Ndryshe, glaukoma ose shtypja e lartë e syrit njihet edhe si verbërim i fshehtë, sepse simptomet jep shumë vonë. Përveç disa formave të glaukomës ku mund të fillon në sulme akute me rritje shumë të lartë të shtypjes, por ajo jep simptoma me dhimbje, me skuqje, me zvoglim të menjëhershëm të shikimit, që është një sëmundje që diagnostikohet edhe ajo është trashëguese, por glaukoma në përgjithësi është sëmundje kronike dhe fatkeqësisht nuk jep simptoma. Domethënë absolutisht nuk jep fare simptome. Edhe diabeti, përveç dëmëve të shumta në organizëm, konsiderohet armik i rrezikshëm i syve, sepse i prek enët e gjakut të retinës dhe shkakton retinopatin diabetike, një gjendje që shpesh nuk jep asnjë shenjë në fillim, por përparon drejt dëmtimeve të përhershme të shikimit. Përmendim edhe diabetin, sëmundjen e sheqerit, si sëmundje sistemike shumë e shpeshtë, e cila po ashtu është një shkaktar i zvoglimit të shikimit, por këtu pacientët deri diku mund të edukohen nga mjekët, qoftë familjar, qoftë endokrinologë, që duhet t'i kontrollojnë syt për shkak të diabetit, edhe nëse shikimi i tyre është normal. Sepse diabeti është një sëmundje që prek enët e vogla periferike të gjakut dhe në fillim prek periferinë e retinës dhe pastaj afrohet në qendër, dhe për këtë arsye duhet pak një kohë më e gjatë derisa të paraqiten problemet e shikimit. Tek këta pacientë rekomandohen vizitat absolute një herë në vit, nëse nuk kanë kurrfarë lloji simptomesh, dhe pastaj nëse kanë simptome, probleme të cilat ne i diagnostikojmë, sipas protokolleve vendosen shpeshtësia e këtyre kontrollave në 3 muaj, në 6 muaj. Po as shqetësuese është edhe degenerimi i makulës, një sëmundje që prek zonën qendrore të retinës, pjesën që na lejon të shohim detajet, të lexojmë dhe të njohim fytyra, shfaqet kryesisht tek femrat. Dhe një sëmundje tjetër është degenerimi i makulës, e cila po ashtu shkakton humbjen e shikimit. Ky është një degenerim i lidhur me moshën, nuk paraqitet tek të rinj, por paraqitet mbi moshën 50 vjeçare, pak më të shpesht janë gjinia femërore, edhe kjo ka faktor trashëgues në pyetje dhe faktor të rrezikut është ekspozimi i diellit, ngjyra e kaltërt e syve, nivelet e larta të pakontrolluara të yndyrnave po ashtu, dhe gjithashtu këto pacient nuk kanë simptome të qarta të shikimit. Domethënë mund të kenë simptome të zvoglimit të shikimit që mendojmë që mund të kenë ndonjë perde, por kur vinë tek ne mund të zbulojmë që nuk ka të bëjë me perden, por ka të bëjë me degenerimin e makulës, që është po ashtu sëmundje kronike e cila nëse diagnostikohet në kohë mund të mbahet në kontroll, por nuk është që ka një mjekim 100% apo absolut, megjithatë trajtimi ekziston po ashtu i kësaj sëmundje. Kështu që gjithmonë pacientët që kanë predispozit apo që kanë në familjen e tyre, që kanë patur anëtar që në moshë pak më të shtyr kanë humbur shikimin, ata duhet patjetër të jenë në kontroll edhe nëse nuk kanë ankesa nga shikimi. Ajo shprehet se kontrollat një herë në vit janë të domosdoshme. Pas diagnostifikimit, shpeshtësia e kontrollave vendoset sipas protokollave, në 3 muaj apo 6 muaj, varësisht prej gjendjes së tyre.